të enjte nga ora 19:30. Emra të njohur, emra të rinj. Në Acoustic Night, performance live 90 minuta, personazhe me histori suksesi dhe personazhe që kanë filluar të shkruajnë histori të reja. Acoustic Night mundësohet nga Melodia PX, Peperific dhe Frix. Përshëndetje gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri emisionit të Acoustic Night që realizohet çdo të jetë nga ora 19:30 deri në orën 21. Sot kemi hip pak me vonesë, megjithatë ja vlen për shkak se në studio kemi chef kandidat. Kemi një super artist këtu në studio të Radio Plusit, gjithashtu edhe koleg, mund të më thonë koleg Zuzi. Bravo. Çore, fajin e ka Zidi, ti ju. Zdi pse po të ofrohet çast shumë. Super, që kjo do më thonë komoditeti e bën që të sen. Jo, qëre, ideja ke për një ma me lavdu, sepse kur hyra, më përqej atmosfera, qëre, për me bo një pun të mirë, kur e punon çdo ditë, mundësisht, ki qef me punu me një ambient që synit i pëlqen. Dhe mu më përqej atmosfera, më përqej që keni regullu studion me këto urce këto, do me thonë, feeling home, shumë mirë, edhe kolegë jemi, po patjetër. Është nderë që të kemi Zuzi e din që e keni karierë shumë gjatë, je emër i njohur, moti. Shumë moti. Por kanë folë lopt, Jo, po ishte atëherë sidomos pas luftës të mbaj mend shumë mirë me ato super koncerte, do të thonë edhe ato që ti e kon Koxha Majri, po dhe unë jam kon Koxha Majri. Ti e kon kon më të mirë. Unë jam kon 17-18 vjeç. Unë jam kon për 33 kum pas. Apropo, mos i vesh për mëna, më falni nëse po ndërhyj kështu. Gjithmonë duhet më ndërhyj. Po 33 vjeç për ju edhe për gjithë ndëgjuesit është mosha më e mirë e mashkull femër, pa marrë parasysh. Cila gjini, mosha 33 vjeçare, edhe me medicinë gjithçka flet për 33 vjeç. Po nëse doni, po du m'ja ndërlidh edhe me librin e shenjtë, me Kur'anin. Respektivisht me të dërguarin e Zotit pejgamberin alayhis salam, paqja e mëshira qoftë mbi të, i cili ka thonë kur e kanë pyet në parajs çish kena morrin gjallë, beba, pleqa, ka thonë mosha e 33 vjeçarit. Është një moshë sepse Isa alayhis salam, Jezu Krishti për besimin katolik, është ngrit në qiell, gjithmonë flasim sipas besimeve monoteiste, qoftë islam, krishterizëm, këtu jena gjithçka të krijuar, dhe ka thonë, do të thonë, mosha e Isës 33 vjeçar, sepse ai në çat moshë është ngrit në qiell, mosha më e mirë, dhe forever 33 vjeç, like, kështu supozohet me qenë parajsa, po menoj çoj për këtë gjatësisë, dhe thotë e gjatë kena me qenë sa Ademi alayhis salam, Adam dhe Hava, sepse Ademi thuhet që ka qenë më i gjatë se dikon 23 metra, dhe nuk është shumë larg mendjes, para pak muajsh është gjetë një skelet i një njeriu gjigant, so që ai njeriu duket i vogël afër ti, shumë i vogël, do me thonë. Edhe po, kanë jetu njerëz para 1000 vjetëve, kanë jetu ma gjatë, me qindra vite, edhe kanë qenë shumë të mëdhenj. Ndryshe fillimi s'kish pas qysh mu kriju ata që besojnë në krijimin e Zotit, do me thonë Ademin e Havën, Adamin e Evën, që prej tyre ka fillu gjithçka, dhe na faktikisht jena vllazën e motra, të ndom nacionalitete, besime, por bazamentin e kena tënë.
me një pik. Patjetër. Si që dëgjut edhe Zuzin, pra është një moshë e ardhë kjo 33 vjeçare. Dhe unë pajtuara me tëmë se është një moshë ku pjek mirë dhe jemi edhe mirë më shëndet. E kemi atë energjinë shumë të mirë. Edhe hatë ma shishëm, bre, të qysh kur pjeket mirë hatë ma shishëm. Po me gjithat. Edhe kur ta bojmë një moshë si Zuzi ose si unë e ti, kemi atë energji, kështu që 100%. Nona jam e ndjera gjithë ma ka bu falla be gjalja me një par men ki mu plak. Një ma me një plak. Po mas një kur e bësha e sop të isha mirë, njeri plakët me një par men, there is not two. Po nëse him të mend, atër po ka dy, ja plakësh me ko me mend, ja s'plakësh. Do me thonë, ka si që mbesin për gjithmonë 3. Patjetër. Varet shumë edhe profesioni, varet shumë edhe përvoja e jetës. Do mund t'ja la pas ke 33 vjet. Ja, no, bravo, no way. Jo, vllaç. Dukje po, në karrierë hala po. Karrierë. Allah falë. Ja çaje. Ne kena fillu tash prap mori kthy. E vërtet, po jam konë gat larg muzikës. Pauzë. Pauzë. Okej. Kur s'ki vullnet, vllazko për me prodhu t'vin vullnet. Kur e kom bu albumin 2004, kom qenë 36 vjeç. Kur kom fillu me punu për album 34. Edhe kom pas grunë, djalin, veç djalin, i vogël, everything was alright. Edhe do me thonë priq aty ka fillu edhe sot vllai i kam 57 vjet. Dhe po edhe një shans gjithmonë kom kërku prej krijuesit edhe një shans një jetë me mu jap, jo patjetër duke këndu. Ndoshta me bo naj marrëveshje dikujt një tokë mja shit ka 50 centë vërtet. Po ashtë i shanë s'dime, bo tregtar si jemi, kështu që unë që janë garë prap me muzikë. Patjetër, Zuzi, ti ke lënë ki projekte shumë të mira. Faktikisht që transmetohen sot asaj dite. Ka projekte që na i transmetojmë shpesh tuat, kështu që nuk dyshoj. Një dyshe si ju dy, ke morë rockeri për betum. Pa dyshim Radio Plusi by the way gjithmonë ka qenë i njohur për muzikë të mirë. Patjetër. Flasë edhe ku ndoshta ju s'keni qenë fare pjesë Radio Plusi. Jo, na jemi prej 2000-s, kështu që. Për parim është prej 2000. Ti je me Ermanin ke fillu bravo. Po. All respect to you. Më fal lutem. Do me thonë prej moshë shto fola. Po, s'është problem. Pa me ndu mirë se në rregull tamam ti e prej fillimit edhe e din që për një mau muzika ka qenë e zgjedhur. Po, patjetër. Duke falenderuar edhe Ylberin që është prej vitit 2000 edhe është redaktori i muzikës. Po, redaktori i muzikës. Redaktori i muzikës, do të thonë, ne kemi aty që bravo Giza, bravo. Ti ke hi pas ke hi. Po. Se sa je këtu? Kemi fillu pak për pandemie, kemi ndërprer, tash jemi prej mujt shkurt vitit kaluar. Bravo. Do më thonë 1 vjet e gjysmë jam. Shumë mirë. Kështu që ka shumë projekte faktikisht që i kemi dëgjuar të Zuzit, megjithatë po ndalemi pak te projekti i fundit Zuz. Është hynesha e Prishtinës, më kish marrë madhe për me të bërë. Megjithatë ja, është Zuzi, ka shumë ikona tjera të Prishtinës ku faktikisht në momentin që zi, në tri ku jemi konsul e paramendojmë edhe Prishtinën pa ju, kështu që. E që është vllai jam i mirë, jo, po të mirë jeni ju të po vjen pak marrë. Çashtu thonë, jo, çashtu thonë që jena të mirë. Kur po më komplimentojnë vllai. Jo, s'është marrë, është e vërtetë. Ideja është që koha juaj e rinis ka qenë koha jame e zhvillimit më të madh, nëse kom pas një pik në jetën time kështu muzik, business, everything ka qenë 2000. Më thonë, pas luftës deri në 2011. Mas një pauze jam janë Londër, për shkaqe familjare, shëndetësore, by the way, mandi ktheu, mundohu, bon ato, no feeling për muzik me bu, dhe mbyllja ime e fundit 3 mujore, ja kalo bara Qirana, kuptimin ma pozitiv, ma të mirë për ka me të pyet ma vonë për këtë. Unë të me thonë kundërtën, dhe ka drejt me thonë qysh me ndonë ajse që ka drejt me thonë qysh me ndonë, por që ajo që kam ka mungu vullneti atu, se edhe që atu mi ka sjell
që ky format I Big Brother. Vullneti vjen prej njerëzve. Mos harrojmë në 2001-2002 ka pas ka ndalë njerëz jashtë, koqa shumë. Do të thëmë kena qenë, ka pas një fare euforia, mas luftës liria sene, ju mbo neja të mira e krejt. Do të thëmë, por unë e kom gjetë qitë vullnet prej njerëzve në rrugë, kudo që shkoj ende pas 4 mujve, zot falem se mbarësh me folë, me komplimentu vetën, por prapë thëmë s'ka të bëj xhuxhi, po xhuxhi si një person që 3 muaj ka kështu Big Brother. Dhe mi ju thonë diçka, by the way, kum dalë një 2 herë të kafit e vogla, ajo rruga aty, Mramje ka 10 e gjys, për me shku të Gjoni, Antoni e Loni, kom shok e ka një lokal atje mbrapa, do me thonë se Soul Bar, by the way. Edhe natën aty po u bëj ke kështu, circle, ka dal keret, shoj naf, se 3, që është në rregull, keret e mira sen, edhe e pa mosme që mashkuja, femna, mixta, ton të dal jashtë, ton të xhuxhi king, xhuxhi maj mirë, xhuxhi maj mëdhë, baba, edhe ma ndej knasi, po mas një kur ku me ndu anën tjetër ku më thonë se Big Brother është thik me 2 teja, pa tjetër. Pa dyshim që ka tjilë që së më kam përqy, në Big Brother. Në regull jemi, kur s'kom ju përqy, I'm so sorry, por ma shumë janë që ju kom përqy. Dhe për këtë arsye, gjithë kjo e ka pas një impact dhe ka kry shumë punë, ka pas kom përkrajt madhe, po kom menu kom thonë, e qka, sikur kishtë qenë e kundër të onë e dalë me hecë, edhe njerës ma bojnë, o pis, o idiot, o I poshtër, o kreten, o me qajt me nuë, a verë mu rej me të nësunësh, kishtë më shme ullë kryt, dhe me hecë. Sa e vështirë kishtë me qenë. Shumë e vështirë. E ki parashtirë. Kështu që, pra po thëmë fanderit, shikuzë, publiko që më kam pranu qaj që jam, loja që loja, what loja, man, që këj jenë, 3 muj ko, një ambjet mbyllur me ty, me ta, me kondo, edhe duke pas parasysh është luft nervash, do të thonë është koza një format që duhet njëre me qeni fort me përvallu. Këtë kanë hi aty vla, happy, wow, po him Big Brother, everybody's happy, me unhappy. Për bezë zotit very unhappy. Kështë mas një jave kom hi, edhe kom pas një intervenim, kirurgjik, edhe vish më ka ardhë turp pri familjes tem, pri qikës tem shumesh, kërë më ka thonë, pa bje, që u vërë një javë nuk hyna, tha, shoqet e mija, bojnë, a ka pas baba jëtë me hia jo në Big Brother, like, why? He's not in, like, po menojnë që ku më rajtë. Po, ani papa, se së rajtë. Edhe ku më hi. Po, pa tjerë. You know, like, fëmija që shtenë në dheja, dhe. Edhe pa tjerë, momentin kur je prind zut, ze ki edhe përgjësin ma të madhe momentin më ndej. Jo po qysh! Ajo po qysh, ajde më rëvive. Jo po qysh! Sa mirë. Mi ka qika jeme, mja ju 32. Mashallah I kurt, Amina qika e bardhit, djallit tem dhe rres Anelës. Sa mirë. Se është knatësi. Çfarë ndjenjë është më konë gjysh edhe rocker? Edhe që kongën, e re, edhe what it this. Fili ja kom pas po bardhit, djallit tem ja kom pas po. E mërë bab me pas gjyshën gjuzina. Sa kesh, ja, kërësësi, jo. Dhe kom pas gjyshën zylfi. Bëdhe I mirë konë si zemër. Si Rolling Stones. Për mi u përgjesh pyqës tonë se së sfer, kongën e ka buar Simbunjaku, tekstin e ka buar Simbunjaku, e kemi orkestru të duo bast, Pime dhe Ndrite, ma kanë bo videon Adriatiki me mentor Haziri grupit Kthjellu. Po, atjetër. Shuk janë që shumë, ka qenë, më ka dalë ndim, si usual. Ja ka marrë dorë mentore se bo neo dokumentarën. Shumë bravo, shumë mirë. Po, shumë mirë.
shumë ka dalë ndim, edhe bashkë me vllahun e tij me Fatin, Pjaro jam në produksionit të videos, so sorry, Adriatiki, Riadi, këta quna, por e kina bo videoklipin, ideja ka qenë edhe 50.000 euro me shtiti në një tekst hyjnesha e Prishtinës, s'ki qka ju kalëson njerëzë, përveç që Xhuxhin edhe do pjesë Prishtinës, ose hek Xhuxhin veç që të pjesë Prishtinës. Se hyjnesha e Prishtinës, e gjitha lagjeve, minus plus, ti parasysh. Jam shumë i përzgjedhur, shumë i mirë. Babuka ma ka bo, zësh mirë pre po, se i këmë thu, kanga është për masë, po për me kap masën, unë tash me po hyjnesha e Kosovës. A verë, shumë i me bo, a verë të Kosovës, kër është e Prishtinës, nër piano gjithë, s'kam qka me bo. You know, like, kam zemër babukën, a i kam e nuk për mirë, normal, pa tjetër. Edhe babuka është një super ikon, do të thonë parisht. Dishta ju kalëzuve një historie, që po mërmenja është e vlerë. Zëzve s'po du me të me të bosh se mos me të prejkë produksioni është Time Pictures, kështu që ka bo spotin. Kështu që... Ta o zemë, sa e mirë, i rënofsh. Professional. Qashtu thonë që është Professional. Ta është kesh të kalëzu për punën e kongës. Unë sa kom qenë Big Brother, është shumë interesant koincidenca. Kur kom volë për muzikë edhe me Vullnetin, edhe me Conto Crescent, whoever, me Kevin, I love Kevin, Leo, që shumë kena folë për muzikë, ko dhe me Gjestin, dhe kur kom folë për muzikë, kom thonë, u përmen Arsim Bunjaku, djali Osta. Edhe ajo është autori s'dia dini me mos t'i kongë dhe tekste në Balkan. Kështu po flasë, që po m'ikum këshyrë, jo që ja im ka thonë, by the way. Po anyway, edhe aty mrena, jo njerë 2-3 herë kom thonë, Arsimi është genius, super kongë, super tekste. Mu, tekst më ka shkrujt, po, tekst mundet me më shkrujt qëpë. Veç e api një subject, një tem, ta ka ju kryu. Po kongë, problem mu me mbo. Probleme mbo mu kongë. Edhe kur këm dalë, ju më shku me pa agjen, Bacin Abedin, edhe fmite, Inxhen Remzi, hello, edhe natyrisht, këm shku aty, edhe ka ro fjalla për muzikë, se edhe këm thonë, për du mu kyqë, edhe me andosin, veç kemi pas fillu me bo një kongë, sepse para se me hy, ka qenë një kongë për me bo në vetë. Kur këm dalë, konga është zhvillu, edhe u bo për 2 vetë për mua dhe andosin që kina pas një duet shumë të suksesshëm, Miss Free Spirit. Edhe, kur këm shku të mas 3 ditëve të kë djali aqë, të Arsimi, e këm thonë, ka thonë, ka mund do demo, edhe ma kanë shumë 1, 2, tuk, edhe një balad, për që i balada, për thash, që ta, dinë sanë, dyqysh më doke interesant, po u konë pa gitarë, me thë. Ta manë, e më tha, Vlashko tha, kjo kongë u bu për Konja, me Armenia që u bu kjo kongë. Nuk kam në e fare të ja, ti, është shumë i famshëm. Shumë i famshëm. Pepperific, I like that. Me sa atë kullë po atë probleme. I like I kina pos Big Brother, edhe këm pos, zdi jam vlen alo 100 euro një voucher me ongër të ta free, po s'ka. Besoj që s'harojnë Pepperifiku, kështu që na e përshëndesim edhe melodinë dhe triksin. I love Pepperific, no problem, brat. Edhe që kem të kalëzu, bre, po, konga, kunash. S'ka na e fare ide. Listen, ishë në gjëgjëm një Meshkull a fom, a fema. Mashkull, që am shasë të sim. Sa fjallë, jem të u gjiru, po. Ideja është kjo që konga është bu për një mashkull, edhe tash teksti është hyjnesha e Prishtinës. Kush ka kongë me Prishtinshë? Sabri Fezullah. Nga tjeta, që këtë muhabet. Dhe ideja është që shumë kongë i ka bo Sabri, dhe këto e ka bo dhe tekstin me mend për Sabri, dhe ja ka qu. Bari Sabri, dhe e ka ndizhu, i ka përqy demon. Dhe ka thonë, sot më këthe termali, u konë Amerika, dikon, ka thonë edhe mas e dhe u vënu pak, mas një mujë edhe njerë Arsimi ka shkryt, a i ti qka nështë s'ka pas ku mu përgjith, kër e shkru zoti për mu, badio, a ti qka dhe whatever, edhe kanë kalu 5-6 mujë, dhe tha, mundet me kone jotja, really po,
e ku marrë, ku më thonë, më ka kallëzu ku me qute tu o pas, e rockerizojnë, janë rockerat, janë punojnë mirë shumë, edhe ka dalë çka ka dalë. Edhe am shep balisa prej një apo tjetër mënyrë ta kum po hojrin, se e një prej që e një vetëm, prej 5 vjet kur I kum pas, kemi shku 2-3 vjet bashkë në Bregdet, në detin Greqi. Shumë I mirë është ai. Se u kun shok I babës tema dhe kushi, se për para qendra u kun, I kanë thonë Tereka, apo Prishtiv Kalumi që ka kalu është mbyllë, mase është asfaltizu, kështu që, po, Që është e mirë, po unë po besoj që Zuzi spreket nëse Haxhi Sabri e boni kove. Po pra. Po pra. Me drejta autoriale të arshimit. Qaja është kamera ju? Të arshimit, a që aty jeni? Po, që aty jemi. Qajo po më shte mu prisha tjeta, mu po më do këtë e ti po të këshirë. Jo, ajo për këqyrë për parimi. Ajo po, po ajo neve Kjo neve të na këqyrë. A na kap dyve? Të dyve, valla. Kush, po të garantoj që s'kom dalu në heqë. A të këshirë njerë, jashtë po besoj, really. Cool. Po, aty jemi. Kemi Bravo që ka dalë, po shumë mirë. Faktikisht. Okej, Zuzi, a provojna pak e bojna live kongën e fundit? Jo, e bojmë një kongë, tash qërë bre, mas pare, s'dia e dini, po besoj që e dini, unë e gitarist nuk jam. E di Zuzi, po thjesht një improvizim të shkurë. Edhe në Big Brother e kanë sjellë një gitare për një fambrami që ka qenë aty një farë. Edhe, bravo, edhe, a beson I dashur Signor Kafegjiu që unë qysh I kum ra gitarës me 88-9, do me thëmë me 20-21-22 vjet, kur mos kum shumë ma mirë, po atër I kum ditë për shumë 20-30 kangë dhe kum dalë Minhen, Shtefan Plas një muj, kum shkum Vjen, Shtefan Plas në Vjen, Marin Plas në Minhen, kum bo muzikë, kum fitu pare, po që aty në kum ditë mjë ra mirë. Ja, gut gemacht. Ja, gut gemacht, ne? Genau. Und, kështu që, po provojmë diçka. Kjo e kje dhe mikrofonin, kështu që, qile ki. Da është afrau. Qka bojën që shi lugave, mu ishe me kënu një strofë dhe një refren në regull jena. Më la mendja kur më them, është më kaq që s'po më shem, më thet po nisesh për Kosovë, dhe aty më ke për 2-3 orë, në Prishtinë më thet të pres, gjosh për shdo më në qenë, ti e që për dashuri, si të vëndem ti do t'i, I në shanë e Prishtina, kuria jote qek si zjanë, I ne të qofsha fajt, ma blon gjaku në damar, vetë ma për teje, ti e mi Mirnesha e Prishtina, bukuria jote tjek si zjarë, I ne të qofsha faj, ma blon gjaku në damar, dhe të ma për teje ti e mi gjavë. Pra, kë ishte Zuzi. I po të më shelë. Edhe s'ka lidhjet. Zuzi, nuk është keq as gitari, ajo. Ju vazhdojnë shëndrojnë e më tutje këtu në 102.2 në edicion më të rritë emisionit të Akustik Night. Hajde, peknojnë një cilën. Hajde. Do të shkrihem, të venitem, si kanë dili kur s'ka vaj, vale pluhu, do të bëhem të më shkenja këmbe saj, e të prehem duke puthu atë këmbë pas andam,
Vetëm rreth duke puthu atë këmbën pasandan. Aq më thua Shke me mua Se të dua pas kam faj Se e qunën Fidërime A në vdeksha Ti mos shaj Vdekja ime Shtë prish punën A e zeza Jetë e vaj Vdekja ime Shtë prish punën A e zeza E përshëndesim Agimin, Yes Besimin. Shqyqër që ju kemi, ha? Po da tek shkrusin, bre Tek shkrusin që ka A kloskën ton Që buk mas bukri ka knu Shqipe Me të vërtet. Zuzi kështu Miqeni jon I love it si bek vokala bëjshim, Jon I mire, naimi jon S'kam qa shkes Kona Suzana. moja jam një nërëve, hallo Naimi. Zuzi si bek vokala bëjshim unë e kjo, do me thonë se kema prish nëjse kështu që okej. Ja, beson që janë nisën me mdhim gishtat Si kero moti. E vazhdojmë që dojë më tutje këtu në Për qëta dhe ju kom thonë atë notë në edicionin më të rritë emisionin ta Akustik Night, Ja s'ki fal. i cili mundësohet nga melodia pjekës, Peperifik dhe Frix. Mos e unë Ke toma. knajsi Zuz për me një Peperifikun që e kërë Friksi, dhe Frixin e po, kina. kom mërë bluzën e Friksit Jo ma, se vashë me vete. Po, se kom ditë, I'm sorry okay. E kom për një maj, kom diçka është bashkë me këtu ngjyra dhe me këtu shkronja kështu edhe kom të personalizume me xuxhi Okej. Nice. Po, Që kom I thonë shumë bashkimit me ma bo dhe mune. Me jamën tem se Kur po ti në gjelozoj. Big Brother bashkë You wanna go? I'll make it for you, brother I'll make it for you Una, po, unë e kësha A ja vlen me hi? Më falë, qëfar gjenerate I lindër? I ri, 83. Ta vete tresh je super mirë. Apo? Izën. Jo, rri, se shoj Mandela. Mere kitare. Unë kish marrë basin, mami. Bazi, no. E ke që është unë kish marrë në qafë, munja 3 mujtet me majtë. Zbon, 3 mujtet se ti si shedojnë, 3 mujtet unë e vetë duna me majtë emisionin, kështu që rreq atu se A, vidi. gjuna për pari. Kraja e madhe I shkon, do me Gjuna thonë, për pari. njën me njënën tjetër. Nëse, Ina life me viber. po bro, me viber, po. Sa glom. Jo, la s'ka po njëri telefon aty me syave. Pa tjetër. Dy betona. Ani kur nisha jash fjallë të kota, ani thëshin ju jepin droga, ju jepin këse... Zot jo ma I madhi, Bash. pashat mirat e ti. As era mi ardh fjallëve që ka flasë. Pa tjetër. Po. Kundër produksionit është e poshtërsi, sepse nuk është e vërtet. Pa tjetër. Shpesher Mire me këto... me thashën Po pra, me kona ashtu në s'kisha lyp mu legalizu. Sikur aty që kom lyp. Këto emisionet që bëjmë bujt madhe dhe njerëzit që kur faktikisht përfolën shumë, mandena edhe thashë theme ka shumë, kështu që jemi mësu me këto të pavërteta. Shpesher këto ndodhin në politikë dhe në aspektin social edhe gjithçka tjetër. Do të thonë që në momente kemi mandej vështirë njerëzit e kanë vështirë me gjykuse cila është e drejtë. Megjithatë, këto zakonisht jemi të prirur kanë herë Zuz për me vonë lajme të këqija ose Që ato bojnë buj. Se të mira të sofin shpejt. Pa tjetër. Që mu ka kujtu. Hajtë folni ju se mu ka kujtu me taknu një kongë. Folni edhe. Please, merë E kemi bu një test. Ideja është që do është të veç me thonë që 4 muj kum dalë, kum qenë shumë televizioni, mon se cilën. Por, okej, se cila ka adin drejtën me ftu mos afterë dhe falenderit të gjithve.
por është veç emisioni I dytë në radio, ende në Radio Kosovë, por është në emision të amin, po aty Xhuxhi Metropoli. Po, normal. O, sa të kumë shkru në 2005 sa mesazhin ta ku dërguan më mëngjes. Edhe në fillim, po edhe pas butikat. Edhe ideja është hera dytë edhe prapë në një radio lokale, regionale, bravo. Njëjtë sikur radio në Pej, thonë që shu kapi jo regional, ata djemë të vajza që s'kan shku I njohem janë shumë të mirë, kemi edhe me shpeti. Edhe Grapçi, Fitimi, gjithë këta quna vajzat mira aty, por edhe në Urban FM që po ashtu Radio Plus dhe Urban FM të ndryshme, por njëjtin target, njëjtin vend, komunën më të madhe, Prishtinën edhe regionin. I kap gati 60% edhe si regionale. Patjetër. Kështu që super. Vikendit kemi ma pak, së shkojnë në të shtëpia. Cool, çore një kongë. Vikendit na bjen punë. Po do më jakmë një kongë Xhuxhi, se më kujtu. Hajde, të lutem. Besoj që e din. Se dash di mirë di tosha. Ja s'di, po mësona unë. Hajde. You can turn out away. She was that, she's my girl. You can turn out away. She talks, she lose alone. You can see in her eyes that now one is a change. She's my girl, my super girl. When she say it's okay, I got home on the way, but I'm a super girl. The super girl don't cry. When she say it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. The super girl don't cry. When she say that nothing can go wrong when you're alive, walking around. When she lied, but now one is the change, pushing the fear further along. Then she say it's okay, I got home on the way, but I'm a super girl. The super girl don't cry. When she say it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. The super girl don't cry. Then she scream in my face, time and a leave that place, 'cause she's a super girl. The super girl don't cry. Then she chown, time and light, time as she's got no more time, 'cause she's a super girl. The super girl don't cry. Yeah, she's a super girl. The super girl. She's sown steel, she's burned trees. She's sown sea, she's burned tree. Yeah, she's a super girl. The super girl. My super girl. My super girl. Me super Xhuxhin. Bravo, thank you. Bravo, Sheni.
Se është dhe Veton Kafexhiu. E një Veton Kafexhiu? Veton Kafexhiun? Po. Një Veton e njoh, po ajo është shumë i ri. Okej. Në një. Vesh nëse ka 2-3 Vetona. Po, Veton Kafexhiu. Ka mundësi, se tash janë të bo covera. 68. Zuzi asnjëherë se kom po Jusenin të muçar, kështu në emision si çapat. Juseni super. Super vokal. Ai. Shumë mirë. Po më tash për gitarist, I'm sorry, le për dëshiru, of course, basisti. Po. Ama kur ti bën bas edhe këndon apo? Po, bas edhe këndon. Bas edhe këndon. Ç'është diçka. Super. Kontra njëna tjetrës. Bra, unë kur kom fillu, apropo, kur kom dalë në skenë për herë të parë skenë të madhe, ka qenë viti 83 kur ke vlinë ti, në Rock Boom festivalin e vitit 83. 83-84, fix 15 vjetë që 2 muj kom qenë. Edhe kom bo unë, Adnan Dragaj, këngëtari Humus, Labinot Krasniqi Labi, basist, po ka qenë gitarist. Besimi, që është në Londër, Besimi ka qenë gitarist shumë premtues në atë kohë. Edhe mentor Hazirin Keksin e kena pasur në Tupana, arkitektin. Okej. Edhe kena pasur emri Sahara. Unë jam kon basisti. Edhe mirë, ka ndodhe para edhe një farë gigit të vogël e kena pasur për shtytje, edhe kena pasur një natë me qenë ende që e mosh 15 vjeç, po dikur vjeshta në Pallatin e Rinisë ishtë bërë Ramizi poshtë, ku është amfiteatri, po në atë hallin aty, ofër shkave skena bukur, gjurmët, edhe na me dalë si para band, para grup. Kjo ka ndodhë vitin 80, apo? 83, genau. Kom lindu në? Po, fix. Edhe ka mungu Adnani, këngëtari, se u konë pasiv. Somebody has to sing ose pe upim gigën. Pa tjetër, dhët me knu. Here I am, this is me, I wanna be. Këto e në shakon kënu, bre, po. Dy kagi këna kënu. Keep on moving, Deep Purple e kënu. Dum, 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 ba-dum, bum, da-ba-da-ba-dum, ba-dum, bum. You keep on moving, far away, every day. Ka le fa ritmi interesant. Yeah, perfect, Deep Purple. Avera atëri kom pas 15 vjetë Led Zeppelin. Në atë kohë atë kam pas donë muzikën. Edhe unë e qatë idiot jem konë, sa që kom thonë të shokët, me mujtë me më shku në koncert live në Led Zeppelin, me 15 vjetë, për ju kalëgjoj, sa të falem. Kom thonë, jam në gjendje, më ju thonë, okej, premani një këra, veç me një po jetoj, veç shkoj të asho Robert Plant, këngëtarin, të këndu maj. Idiot. Fall idiot. Po fëmija mi, kështu s'kan menu shqyqër zot, por shumë e ku ka qenë ndryshë. Po ta sa mund është me shku në Amerikë? Qysh po me në? Me ingu Ceppelinat, si vjetë? Kështu, po, I might not the same. Okej. Nuk është kërgjua një, okej. S'munët me maklu mu hola lotala. S'munët me miklu. Tjetër akord. Big Brother një ditë mëngjesin a qëshë muzikë, edhe satisfakcioni e më i madhë ka qenë mëngjesi. I pari jëmë që always. Unë edhe Vullnet Krasniqi. Unë, a i kuto që ju konë gjupë. Pa i ka dollë para me e jashtë, soni kom posë të obligimet vogla. Se te shë ati më koni farë vesvese kitë norman, a i diko që kalon nga që të si u që. Edhe, unë, po, jëmë që edhe, kër e kom di që kom cigare, një asi, që i hajshë e i kom sos, edhe, po, i kom kill 3 me një këto të Kosovës princin, I have to say. Edhe, po du me, hajtë se nështë e i thiri. Edhe, super radio jeni këto ju tonë që pjo përmeni, by the way. Edhe, po një satisfakcion, kanë shumë muzika, edhe, Teris më një orë 2 dhe so kanë fillu e tjerë Rovena me orë, më që se Rovena 3 e 4 Gresa, se kështë që muzikë për qef temin. Qa është të edhe bunete, po
Një ditë ma kanë shumë kolla lota lot Mas një ma kanë shumë Stairway to Heaven Po ty me të pas vlas ma kështë qëllu Edhe ajo kon Milot Hasimja Gazetari Ja hos zemrën Ajta pas ka boj që zezë Ma bëshin aty Banon ma bëshin Pusha ytë ku ka sot Kër qëshin muzik për mu që mu më përqeke për i veni Ata gjës kusha ytë You know like Thuj kushës tënë Kër lipshin a i kom një pëshal shuave Dhe kër këm dalë një natë aty në gjysëm finale që nga do në circle Ma ka bu miloti se ka thonë mos kom ik Pesqesën e smuj mi ka zu ma ka bu A din kush është kusha ytë Muzik së po qenë Të kush Ma ka bu one Të Me pas viti ishe dash me shu Pas e edhe një javë që ku me në finale Jam që e di kush e lësho ma kongër Ama në finale një javë Treatment u kon My God Cigare? No problem Qdo një orë nësi i pivë fejta 20 a i ka me impru You wish it, they bring it to you Du peperific, du kësit, du asit, du as Man Sekund Po sukon kështu në vetë Po normal, me që datë kjo java e fundit është bashkë dhe një 5 vetë, mos ti s'ka vërë, ti s'ka e Pak një para përgatitje për me Një kongë dhe një spot e një tekst e një Vetë me gojtu e ka vërë plani I spot Faleminderit Zuzi, sa je aktiv shtash, jo sa je aktiv, po a e ki ndërmen muri këthyna për mbrami ose jo? Live? Po, por nuk mendoj me bo muzik në për kafiteri Pa të keqen e tyre Sepse shumë jenë në rregull Por puna jam, mundi jam Investimi jam Nuk muj me shku në këtu kushte që Te na janë për momentin Ose do të me shti edhe i senin edhe ty kur të vene me pagu bilet Ose you know Po kjo Të të shpi upin mushterit e sane Po duhet me ndryshu diçka Dhe por do t'jem në për festivale Besoj do t'ket mbrami gjatë verës Shpresoj s'paku Jonë disa data dita shpirimit Prishtinës Jonë disa data Gjatë Ta shfillojnë Që zakonisht Muj mërgatës Dhe kështu që por Ideja është unë i kom kongër me Andusin Dhe një kongë tjetër që Arsimi prap ma ka bojë që kanë thunë kur ta donë me mesin mos e ndro mesin vazhdo me mesin Dhe pse konga me Andusin është super rock stand Po mendoj mja u jep publikut edhe një kongë një tjetër hit që kam ju pëlqy masovikisht e që nuk do të thot që është super komercial, është popullon whatever, jo, është kongë shqip me një ritëm me gitare whatever që paka shumë që ato që ka jom simbolizon teksti është you know like qëtojnë që ka muj mi japë unë publiku tem edhe pa dyshim kongë të rje ta shojma dhe që ka sjell tjetër unë shpesoj të kom shëndetin e mirë po tjetër sepse familja ka nevojë gjithmonë për normal dy prind natyrisht alhamdulillah deri tash mirë jo Zuzi s'po du me te pru, po faktikisht momentin kur ti këndove pak më herët, çka do që këndon, kush do që të gjonë e din që jetë Zuzi. Faktikisht, unë besoj që kjo e bën edhe artistin ma të veçantë, momentin kur e ka. Po, a i qysh, këtu janë dhuntit mija, nuk është dhuntia jam, ja zoni jam, gjyra e zoni tem. Zoti më ka kriju që shdo me qitë në gjyrë. Edhe unë e përshkënoj prapë, jam recognizable, njerës ma njojnë qanë në gjyrë edhe kur këna edhe kur folë. Po, tjetë kush është? Shpesh, më ndodhë, s'paku para Big Brother, më ka ndodhë me më thonë, kur këmë folë ma ka po, ti e Xuzi, a i këmë thonë, po, më ka thonë, ta njoftë ta zoni, do më thonë, pa njoftë si figurë. Po. Kështu që, nuk ka thonë tia jam mandej, me kënu që ashtu jena mësua shkolla, hajë në kena kry këtë shkollën që shduhet le mot muzikës më shumë kena kry informatik, mire me muzikë, që ka lidhe bravo jurist
muzikant. Po normal. Of course, man. Zuzi, e kam për obligim të tregu se cilat janë dy këngë më shumë që transmetohen Radio Plus, do të thonë prej teje, që është mos provoko. Do të thoni super këngë. Shpesh edhe shoj edhe në emision gjatë ditës. E kam edhe një emision gjatë ditës, do të thonë shoj. Edhe funky ty të zëvundëson. Edhe kjo është super. Kjo është kënga që ka me klip. Dhe në që isha këthyn back, kina po gabimin në hapa. Sepse ne para albumit e kemi pas publiku këngën audio, pa video, e më merë. Po. Edhe kum dalë për ditën e Amerikës 4 Julaj, rëtë ka pasur rajsun 6, kum kru edhe u publiku. Edhe ma ndej, sepse është dasht dhe që u publiku mi u bu klipe e më merë. është dasht e më merë se është story, është beautiful story. Edhe që kënga për mjeshtrit është punu, që mos mirët në muzikë, ja o zemrë. Shumë teksti veçantë. Tekstin e ka shkrujt Memli Krasniqi. Po, Memli ka qenë të shumë i mirë, po. Far teksti mirë. Edhe po Memli Krasniqi e ka shkrujt. Po, ja kum kërku, kum thonë ti mu mje, Memli, you know my past, sepse në atë kohë 2002-2003, në me thonë ka qenë 5 vjetë që njerës kanë ditë për mu, për unë probleme sen që kumë për, kështu që e din kush qysh ka, ku jam të sen edhe jam më nga këtë merë më nxerë, nuk mund të vazhdoje dhembjen që ndje, këtë aty jam fjallë që lidhen disi me vetën time, edhe kënga është sot asë i ditë e këndohet kuda që shkaj. A e din akorde, se unë e këndoj jo, nuk i di, no, kill me, no, brother. Jo, bile është këngë edhe me band kër e kumbo, po nuk është i kato kalime, i kato sene. Shumë ka, kisha akorde të kisi shumë. Unë e së një binë fije, po me këndu e këndoj, vala. Pa dyshim. Po, me këndu e këndoj. Nuk dyshoj. Edhe bashkë më vjen mirë nëse e këndon Giga, I love it. Po, e kam këndu. Rënofsh, edhe unë kënej këngë të tjera, I don't care. Po, Ti shkoqe. Këngë që ka marrë pjesë në Top Fest 3-shin, apo? Unë. E jam më merë. A 4 o 3? 3 a 4? 3 për shumë, në? Po. 3. 2004 të në 3. Probably o 2005, në është në 2005. 15 o. Po, me qenë ma i sakt, jo më ka i lëtzoj, se nuk e... Para 20 vjetë, po, pa tjetër. Zuzi, dhe ishta me bo një pytit e ti. Faktikisht ne kemi pas mysafir edhe të viteve të edheta që kam bo muzik, ka pas edhe matri që vinë. Këta zakonisht që vinë matri i knojnë kongë të atyre të viteve të edheta. Me gjithat, të ata ka pas shumë hitet të mdoja që neve na kam bet manë, ty edhe mu edhe Jusenit o se cilit. Po, zakonisht jënë edhe disa kongë, du me thonë që ju kanë menë sirtuar, nështë ta ma vonë, nuk e kam boni, nuk kanë arrit për mi publiku me naj video ose dishka. Me gjithat, audio është tepër e rëndësishme, konga është thjesht audio, po në ditë sotit nëse nuk e shoshron me një video, do me thonë që qaj kongë nuk ecë. Shumë e vërtet. Audio është për poshta. Qërë vitet të të dheta janë vitet e artat, si kësë unë kom thonë me një vend të Korablecaj, miku jam edhe kolegu jam e i kolegu juaj në Radio Sejon Kosovës me emisionet ti shumë serios e profesional, kur them serios kuptimi ma pozitive them, për ndryshe i njëti kum qenë me Gjevdet Gashin edhe këngëtarja është grupit Kill Me Now, s'po kujtoj tembri, I'm sorry love. Edhe kemi folë për muzikën e viteve 80-a, influenca dhe 90-a. Edhe unë kom thonë 60-70 kanë qenë para pregaditje për çka po vjen 80. Mirë po, nëse sot kishim me hjek 79, 31 dhjetor, edhe 1 janar 80, priqa ti 1 janari 80, deri 89, 31 dhjetor, pa i 90. Krejt qka ka onë është para dhe mbas, sot që jënë 35 vjetë, mi hjek ka bota, muzik
inat, dash elektronik, dash rock, dash Jean-Michel Jarre, kur ti kem Paris në rrugave miliona njerëz Sane crazy, vitet 80-90, gjithçka ka pas. Dhe aty ka filluar dhe video me arë në shpreh, do me thonë, mu vizualizu, jo veç me ndigju, po dhe mu pa. Edhe ma ndi që ka ndryshu industrinë dhe ka bu pare, kanë bu, do me thonë, artistë. Do televizionet ma të fashme ka qenë MTV asaj kohë, do me thonë, nëse është transmetu kohë nga atje u kohë, harru pick-up. Ka mandi ka fillu Unplugged, MTV Unplugged. Edhe nëse ju thëmë se Zoti është ma i madhi nuk rrë dot. Unë me Babukën, me Muhën, gitarist, me Labin, po Muha i ka ro trumpetës. Yes. Labi, Babuka, Luan Osmani bas, Luli, Luan Osmani baba, jasaj kohë, edhe kemi bo në Playboy, një lokal, që është në Kurriz, të semafori kur këthesh për te ora, me hinë nënë të majtë do gjyqane, ka €1, fura, kri që ajo konë Playboy. Më kujto. Ata të rezonanë që sot, e kanë pas që ato. Playboy. Edhe aty e kina pas bo akustik koncert. Po ka ndodhë para se me bo MTV Unplugged me a fillu. Pasha zotin, po. E kina pas bo me instrumente akustike. Tuponat, po me brusha, me sene, edhe kina pas bo jo balada, po rock sene, po akustik, brat. Sepse ven ju kun, sot që kjo e gjunë është me separia, kujton prind të mit ndjerë, sot kanë qenë atë ko 3, me motrën të ka pasaj, u kun super ne, unë në karri këtu kënu se Unplugged. Po valla mandej mas një 6 muaj, 1 vjetë, e kum po Eric Clapton Unplugged MTV. Nirvana. Fillimet e tyre, fillimet. Po s'ka bua nëse këshirosh 89-90. Po. Atëherë ka fillu Unplugged MTV. Po atjetër. Jemi një popull, faktikisht nuk kemi shumë banor. Megjithatë ka ekstrem talenta sa kemi vrejt. Thonë ka shumë njerëz që mirë me muzikë. Ndërkohë që para viteve 2000 për më marrë me muzikë u konë edhe 50 herë ma vështira, 100 herë, 1000 herë, so herë me thonë, faktikisht se u konë ekstrem vështirë, do më thonë, mu marrë gjatë asaj periude. Po me që thatë, shijet ka ndryshu, tash ka prodhim ma shumë, ka shijet janë shtu. Janë shtu, po. Shumë e sakë kjo, janë shtu. Janë shtu, po pa tjetër, po. Sepse, po prodhohet jo veç një zhanër, po disa zhanër. Disa zhanër. Megjithatë, si duket kjo muzika rock pak ka me tonë asha. Tani, gjithmonë tregu e bën punën. Me ta tregu një punë që ne si Kosovë kemi jetu në një diet mo, në atë kohë, një bashkësi republikash në ish Jugoslavi. Dhe në atë kohë 23 milion banori ka pas me Kosovë. Po. Dhe edhe në atë kohë kur i kanë pas, na me muzikë shqip s'kemi arrit askund me shku për te neve. Sepse gjuha ka qenë që se kanë kuptu. Tani, do me thonë, kur i në nda, Kroacia, Slovenia, Kosova, Bosnia, këtë kanë luftu njëri me tjetrin, edhe Kosova, që është largu, a i tregu atje s'ka hup kur gjo. Po asna s'kina hup se se kina pas. Po ata kanë met 21 milion treg. Sepse gjua slave, qofë slovenisht, kroatisht, sërbisht, malazers, macedonisht, e lidhin e kuptojnë. E kuptojnë, në bulgarisht. Edhe do me thonë, ata rokon e kanë majtë shak, që ku janë. Tek ne, munges tregut, dhe vinë probleme tila që mujnë një zhanër të muzikës me lonë mbrapa. Por këqyre në Evropë, këqyre në Amerikë, shemë, come on, Bruce Springsteen,
kur ti del gjumi thot po du me marr një koncert tjetër. Sold out. Normal. E kemi edhe E kemi vrejt edhe prej këtyre që vim prej akademisë që performojnë në emisionet e Akustik Night, faktikisht I performojnë këto këngë rock. Ma shumë, nuk është që ka për shumë të zhanrët e reja. Po ju në kontekstet edhe teksti ka pas ndoshta kuptim edhe gjithçka nuk është bo kisha pas shef me arrit nëse kisha mujt me ndoshta me këngët për një 2 vjetarshme. Po shpresoj shëndetin ta kem mirë dhe të jem mirë me vullnet me gjitha edhe të vazhdoj punën edhe po shpresoj që mbas 2 vite ndoshta ka mundësi me ekipën teme, me menaxher, me krejt, me bo një turne Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, ku ka shqiptar. Do me thonë, me bo dikon janë 12 koncerte në çdo pjesë, në Malzi 2, këto 2, atje 4, këto 4. Edhe do shpemoj si opcion në Zvicrë në Gjermaninë se ka. Jo, padyshim. Do është ta me thonë që mandej kjo turne jashtë duhesh me mbledh dikon që shqiptarët vinë prej atje, këto e kanë masafër, me një farë mesi me gjithë. Por këtu janë diçka që unë mendoj mi bo dhe besojnë ato që ku me bo dhe ku me mujt me bo, gjithmonë nëse jemi shnosh e mirë. Unë shpresoj faktikisht që ki me bo edhe thjesht po thonë që e meriton me bo, po e meriton publiku që ti me bo. Rënosh, fandesh shumë. Fandesh shumë. Zuzi ishte kënaqësi, na ka mbetë vetë çto më 6 minuta deri në fund të edicionit, ku ka fluturu. Unë kisha dashur nëse a do në diçka me improvizua jo. Po mëre? Çka dush? Po, çka dush? Ai boni diçka bashkë me se. Jo, çka kënon unë kënoj me të. Hajde, po. Ej, Hysko, vesh gitarën pak ndresha se po tu shton. Okej, po me lexuar një SMS sepse pronari I Peperifikut edhe I Friksit bashkim Bytyçi është në ngu. Bravo. Po është në ngu. Po thot kryme keni bluzën për ty edhe për parimin. E falenderit shumë Xhuxhi që e paskarujt duksin ja. Kush e kom duksin më që shvja po tash në zet mo. E kum vesh për besë kum vesh me atë paltën e zi sepse ngjyrat më kanë. Ka përshëndet shumë bashkim. Rënos falenderit bashkim për ndryshe. Po, e kom një voucher 100 euro për juve me Ungar. Po, për të vi me familje, kështu që hojmë një herë. 2 herë, 3 herë. Në regull jena love, man, fandesh shumë. Fandesh që beson në këta tjeme në këtë ekip të Radio Flusit edhe I përkra, bravo të. Para se me fillu, ju pjullo për me mbyll me muzikë, Xhuxhi ishte nder, ishte knaqësi që pjeshen sot. Knaqësia imja, sinqerisht unë nuk knoqa, më vjen keq se që një 2 muj me Hysenin kemi dosh me realizu, por dyqysh juq koha, sinqerisht jo që bëj unë ku me ti sapun, po timingi është të shumë Hysenin diçka në pejnë që atë kohë kisha të prit me lindë nusje bardhit, Anela por mirë, tash veç jena ma chill dhe let's have some music. Po shpresoj që kemi më taku prap Xhuxhi. Uroj po, patjetër, këngën tjetër I'm here. Okej. Faleminderit gjithë juve që keni shndruar neve. Ne do të takohemi përsëri javën tjetër, pra tajtën duke filluar nga ora 19:30 me një mysafir tjetër. Po, Peperifiku, Friksi dhe Melodina. Peperifiku tira, pika, që ti bën ka 7-8 pica. Dashme ekscelente. Stick around, okay. Don't forget his back, can't get him back, okay. She don't lie, she don't lie, she don't lie, okay. Stick around, okay. Don't forget his back.
Clapton, legendary, Baba I Babas. There was no fire, no one can see me but you. Train for desire to make foolish people do. I'll never dream that I'll leave somebody like you. But I'll never dream that I'll meet somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Feel this way. What a wicked thing to do. Make me dream of you. What a wicked thing to say. We never felt this way. What a wicked thing to do. No, let me dream of you. No, I wanna fall in love. We'll leave it together. See, we'll sail away. Well, maybe we'll come back to this place. I gather there is no one to blame. We leave it brown. And see when it's on, say my girl. It's the final countdown. The final countdown. The final countdown. We're living together. Yeah. Oh, thank you. Faleminderit shumë. Kënaqësi sen. Perfect. Love it. Radio Plus 102.2. Bring it on.